Zoti Kadare, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Gazetari Blendi Fevziu ka sjell një profil ndryshe të shkrimtarit të njohur Ismail Kadare gjatë një interviste interesante në emisionin Opinion. Nuk ishte si të shmangej si argument për diskutim trazimi mediatik që ka krijuar publikimi i librit të bashkëshortes së shkrimtarit të madh Helena Kadare, me titull Kohë e pamjaftueshme. Duke përdorur këtë botim, shtypi publikoi historimi marrëdhënie të supozuara romantike të shkrimtarit të madh. Por siç rrëfen vet Kadare, raporti i tij me femrat që në të ri ishte ai një njeriu të zakonshëm, që tërhiqet prej tyre pa kaluar asnjëherë nën petkun e një Don Juani. Marrëdhënie që siç thot Kadare shumë shpejt u kondicionuan nga serioziteti që i imponoi fakti të qenit shkrimtar i njohur. Asnjë 1% nuk ka në këtë libër histori të ashtu quajtur roz. Po gjithsesi njerëzit nuk janë mësuar me histori të tilla, kur dikush i përmend. Nuk janë dhe histori, unë nuk di të ketë një histori serioze atje, një dramatike që unë vajta shkova të jetoj me një grua tjetër, me zi u pajtuam, vëmë avokate, në bëmë skandale, ku ka të tjilë? Nuk ka të tjilë. Ka shenjat, ka rrëfime, xhelozie të gruas tuaj në momentet të janë të pa denja për të biseduar. Dhe unë të them drejt nëse do të kisha të ketë flisja për to, janë qesharake, në krahasim me një jetë njerëzore. Po shtypi botoi shumë emra mbas publikimit në faqet e para. To ishin pralla. Përgatiti një listë tërë me histori. Ato janë prallat më të marrëzishme që kam lexuar në jetën time. Pralla dhe fantazi absurde, më absurde të kam parë. Në fakt, a ishit ju në atë kohë një personazh i njohur, s'do doja të përdorja fjalën se është shumë një qejfli femrash? Jo, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë? Absolutisht. Përse ka ekzistuar kjo? Po, nuk ka ekzistuar kjo. Vetëm këtë nam mua më kanë nxjerrë, në Thojza nam. Më kanë nxjerrë një film francez. Si do thot? Që keni dhënë ju të parë në Shqipëri, televizionin Klan. Kuptim isha i detyruar, unë kisha një film, kisha xheruar vet, i cili po do të prishej, nëse nuk do të kthehej në sistemin e sotëm moderne. Po. Are unë ishte shumë e vështirë, kujtoja se ishte e lehtë, ishte shumë e vështirë. Kam rënë në kontakt me një rrjet televiziv francez, kryesor, me Treshin, duke të se dyshin. Thash, kam këtë. Ata na thanë, ne duhet të marrim pak nga kjo. Pasi e pan, e kthejmë ne, thanë. Dhe morën ato minutat që kemi përdorur. Po në mes të femrave jeni zoti Kadare, është shumë vajza të bukura. Ashtu kanë qelluar, s'ka çdo jetë e një të riu të përdor fjalë të rëndomt, të parëndomt, ishte absolutisht ajo, s'ka asgjë të tepruar. Unë kam qenë një mashkull normal, domethënë një mashkull normal për femra që mua më pëlqenin, siç i pëlqen çdo njeriu. Natyra ime ka qenë përgjithsisht e rezervuar, e përmbajtur, jo grykse, asnjëherë. Në Opinion, Ismail Kadare zbulon dhe një tjetër fakt. Ai nuk do të shkruaj më letërsi artistike. Ka pak arsye të paktën të pohuara publikisht për këtë vendimarrje, por siç i rrëfen gazetarit Fevziu, ky tashmë është një vendim pa kthim. Është e vërtetë që nuk do shkruani me letërsi? Është e vërtetë. Përse? Letërsi, kam thënë artistike. Artistike, po. Unë mund të shkruaj eseistik, apo diun, tash çfarë ka tjetër. Nuk të shkruani më do thotë romane dhe novela. Jo, romane. Unë kam braktisur për shembull poezinë, një herë kam shkelur fjalën, e kam braktisur në 97-ën, më duket, 95-ën. Kam bërë një përjashtim në 2005-ën, po, e shkela fjalën. Nuk besoj se do ta shkel fjalën këtë herë. Pra nuk do të shkruani me letërsi artistike? Jo, nuk do shkruaj. Por letërsi mund të shkruaj. Përse? Kishte një shkak? S'kam dëshirë më të shkruaj, nuk kam.